kundërta që janë mes njëri tjetrit. Dhe unë mendoj se këta dy persona nuk mund të shkojnë me njëri tjetrin, sepse njëri ka pëlqim, njëri ka dhe ndjenja, jo vetëm pëlqim, dhe tjetri nuk ka, nuk ndjen as një gjë, as pëlqim, as respekt ndoshta, sepse Brikena është një vajzë, e them, është një vajzë e shtirur. Në thojza e them, por është një vajzë e shtirur që din të shtirët mirë dhe din të lozi deri aty ku asaj levërtis për të mbajtur një komunikim, sepse vetëm komunikim ata kanë, nuk kanë asnjë gjë tjetër. Derisa asaj ti levërdisje do ta mbajë Mateon, por nuk mendoj se do të vazhdojë jashtë kjo marrëdhënie, sepse as aty nuk është marrëdhënie, por kjo është për shkak të Brikenes, jo të Mateos. Manjola, ndërkaq prishjen e marrëdhënies mes Mirit dhe Selin si e ke parë? Ishte një marrëdhënie, e kisha menduar që do të vinte kjo ditë që do të prisheshin pas gjithë informacioneve që i erdhen Selinit nga jashtë, i erdhi kunata, pastaj letra babait, pastaj dhe vllai vet që ja dha një paralajmërim, më mirë është të luash vetëm, dhe kjo ishte e dukshme, por unë them që Selin deri më tani i ka levërdisur që të qëndrojë me Mirin, janë dy banorë dhe kanë qenë dy banorë që e kanë përdorur njëri tjetrin dhe edhe këta vetë me vetveten e tyre e kanë ditur që nuk do të zgjasje deri në fund kjo lloj marrëdhënie, sepse Miri ju atashua me Selinën. Mund të themi sepse atashimi i tij ishte një krijimi i ndjenjave, ndërsa Selina deri diku, po Selina më nuk e jepte, nuk e paraqitke vetveten e saj për ndjenjat ose për krijimin e ndjenjave të qëndrosh me një njeri, madje të flesh dhe me një njeri të ndash kërvatit, normal që aty do të lindin ndjenjat, pavarësisht munden mos ketë ndjenjat e pëlqimit, munden mos me qenë ndjenjat e dashurisë, po mund të jenë ndjenjat e momentit të cilat e rrëmbejnë njeriu dhe për një çast atëherë aty bëhet ajo të cilët nuk dëshirojnë që edhe vetë ata të gjenden në atë pozitë që janë gjendur. Dhe i erdhi një gimbo Selinës, e gjeti ta favorizojë vetveten e saj, ndoshta më shumë them e përdor dhe gimbot, sepse është një vajzë që është e paqëndrueshme, ajo më shumë kishte qëndrueshmëri dhe i pëlqente qëndrueshmëria me marrëdhënien me Mirin se sa me gimbon. Dhe aty, domethënë, vetëm nga paralajmërimet që ka marrë ajo, se ajo nuk do të ishte larguar deri në fund nga Miri, derisa të kishte përfunduar ky Big Brother, ato dy do kishin një marrëdhënie stabile. Por bëri mirë që u largua, sepse Miri krijoi ndjenja për të dhe nuk është e hishme që një që ka një grua jashtë, që ka një fëmijë jashtë, krijoje për një vajzë që është 23 vjeçe, një diferencë e madhe moshe, që edhe mosha luan një rol të rëndësishëm në krijimin e një marrëdhënie, bëri shumë mirë Selin që ju kundërpërgjigj mesazheve që i mori nga të afërmit e saj. Mendon se në të shumtën e rasteve mbasardhjes së gimbos ka qenë ai Manjola që ka ndikuar në të gjithë dinamikën e marrëdhënies mes Mirit dhe Selin, sigurisht edhe me lojën e tij brenda shtëpisë, por dhe me komentet e tij. Unë mendoj se Gimbo gjeti shkak edhe u fut aty në mes dhe ai mendoj, edhe ai me veten e vet unë them e ka menduar dhe para se të vinte, pavarësisht se nuk e pranon, e ka menduar që unë këtë marrëdhënie jam aq i aftë sa ta prishi sepse kanë diferencë moshe. Edhe pikërisht është ajo mosha vetë që ka prishur këtë marrëdhënie. Dhe bëri shumë mirë Gimbo që ndërhyrin e mes, më mirë është të shikojmë një rini të cilët krijojnë pëlqime ose flasin në mënyrën e pëlqimit ose flasin në mënyrën e një gjuhë komunikimi më të afrueshme se sa një mikesh, se sa të shikojmë një vajzë të re dhe një njeri që ka një moshë shumë të thyer. Edhe Gimbo e favorizoi ky fakt, e favorizoi mosha e Mirit, dhe Selin e gjeti shkakun dhe mënyrën për t'u larguar ndaj Mirit dhe për t'i thënë Mirit se deri këtu ishe ti, pavarësisht se ajo nuk e dëshiron asnjëherë, e thash dhe më parë, nuk e dëshiron të largimin nga Mirit. Por nga paralajmërimet që mori u detyrua që të kthehet te Gimbo, se unë mendoj se Selin nuk ka pëlqim për Gimbon. Por edhe Gimbo me duket të pak i dyshimt, unë mendoj se edhe ai po sillet shumë mirë me Selin, por nuk mendoj se kanë ndjenjat e pëlqimit ose kur të dalin jashtë mund ta vazhdojnë këtë lloj marrëdhënie ose mund ta vazhdojnë deri diku. Por asnjëherë nuk mendoj se mund ta vazhdojnë një marrëdhënie të zgjatur për të krijuar diçka më shumë se sa mund të kenë një takim dy ose munden edhe mos mu taku fare hiç. E qartë, por Manjola, nga ana tjetër, si duhet parë edhe deklarata e Gimbos, pra ku ka pretenduar se Miri ka ndjenja për Selin dhe se është xheloz pavarësisht se është i martuar? E ka thënë të vërtetën Gimbo. Atë
thënë, domethënë edhe unë e kam thënë dhe bin dakord me deklaratën e Gimbos, sepse më të vërtet ai kishte krijuar atashim për Selimin. Për Selin, edhe Selin deri diku po Selin ishte me vetë përmbajtur, edhe Gimbo kishte shumë të drejtë me deklaratën e tij, bi plotësisht në dakord me deklaratën e tij, sepse është një turp, sepse ai ka një grua, ka një martesë jashtë, ka një lidhje bashkëshortore jashtë, që mos ta kishte atë lloj lidhja, mund të themi se janë ca të thëna që dashuria nuk një moshë. Edhe mosha duhet në dashuri, pavarësisht se janë këto thënie që nuk më pëlqejnë fare, edhe mosha duhet, sepse po nuk e pat moshën, afrimitetin ato kanë stile të ndryshme, të mënyrës të qëndrimit, të komunikimit, janë gjëra që i dallojnë, mosha i bën këto që i dallon këta gjëra në një marrëdhënie. Edhe Selin një vajzë e re e cila fluturon me moshën e saj, ndërsa Miri një moshë i cili vjen vetëm duke u vakur me qëndrimin, me komunikimin, me mënyrën e jetesës, dhe është një marrëdhënie e cila domosdoshmërisht nuk do të kishte funksionuar edhe mos të kishte lidhje bashkëshortore Miri jashtë. Jo më ai që bëri një gabim totalisht, por tani femrat janë ato të cilat janë më të qëndrueshme, që unë thëm bravo për bashkëshortën e Mirit, e cila ka arritur, e ka ndjekur nëpër media dhe ka arritur dhe asnjëherë nuk e ka thënë asnjë fjalë që nuk duhet thënë për Mirin, por gjithmonë e ka mbështetur edhe duke e përkrahur në mënyrën më pozitive të mundshme. Mendon Manjola se publiku tashmë e sheh Selinën si një figurë të përdorur për lojë strategjike apo si një person ndoshta reale dhe me emocione reale brenda asaj shtëpie? Fillimisht unë mendoj se publiku e shikon atë lloj mënyrën që është përdorur për strategji, për lojra, për qëndrim, por unë mendoj që edhe vetë Selin e shikon dhe e kupton vetveten që është vetë e përdorur për të qëndruar një ditë më shumë, një ditë më pak aty në atë format, dhe nuk është se e ka shumë problem, sepse është një vajzë e hidhur domethënë edhe në veprime, po e hidhur edhe në mendime, e cila nuk është se e vret shumë mendjen apo shqetësohet shumë për mendimet e të tjerëve, për mendimet, për opinionet e njerëzve aty brenda dhe për opinionet jashtë, të cilët e shikojnë si vajzë, dhe ajo domethënë është një vajzë që më shumë e shikon dhe mendon për vetveten e vet se sa i intereson fjalët e të tjerëve. Dhe prandaj ajo është në atë pikë ku është, se njeriu është e re, është gocë e re, por nuk është gocë e cila nuk arrin të konceptojë, nuk arrin të kuptojë, nuk arrin të logjikojë, ajo madje ka një logjikë dhe një të folur, një komunikim shumë të qartë dhe shumë të pastër, e cila arrin ta kuptojë vetveten e saj shumë mirë se çfarë ka bërë dhe për çfarë i ka bërë. Normal që i ka bërë të gjitha për një strategji. Por strategjia ndonjëherë të kthehet në një pëlqim, të kthehet në një ndjenjë që nuk është e hishme. Dhe këtë ka bërë Selin. Marrëdhënien e saj me kunatën e saj Manjola, si e shet deri më tani? Më stabile faktikisht më ka pëlqyer Selin te kjo marrëdhënie, sepse Selin ka arritur të stabilizojë, madje ta mirë kuptojë, madje dhe ta respektojë kunatën e saj, ndërsa kunata e saj të gjithë mendojnë se ajo i bën gjërat me qëllim ose i bën gjërat të cilat don ose dëshiron t'i bëjë, po unë mendoj se ajo është, e kam thonë, është një vajzë naive. Është një vajzë naive e cila i bën gjërat pa i mirë menduar, i thot gjërat pa i mirë menduar, i thot gjërat të cilat nuk e mendon se deri ku do të arrije fjala asaj e cila e thot, sepse nuk më ka pëlqyer që i kundërvihet të gjithmonë, ju ka kundërvën me fjalë etike, me fjalë të paqarta për Selinën, se ajo i kishte shumë të qarta në mendimet e veta, që madje e kanë vendosur shpesh herë dhe e kanë rënduar Selinën fjalët e saj, por Selina këtu më pëlqen Selina që ka një qëndrim dhe ka një stabilitet që shumë mirë ka thënë që në fillim unë nuk e përdori një njeri të familjes, nuk mund të përdori për strategji, por e detyroi kunata asaj dhe përsëri nuk ka përdorur strategji, ka marrë distancë me të dhe kjo më pëlqen te Selin. Kristi brenda asaj shtëpie, si e shet tani Manjola? Kristi deri më pak ditë ishte domethënë një lojtar, kishte një logjik shumë të pastër, por unë mendoj se edhe vetë formati është i cili i çon njerëzit në një agresivitet, dhe Kristi tani sikur ka arritur në atë pikën që s'mund ta durojë as vetveten e tij, sepse është prekur nga agresiviteti shumë i madh i cili e ka pas deri më tani e ka pas të brendshme. Kur njeriu e ka agresivitetin e brendshme, arrin ta mirë kontrolloje, ndërsa kur agresiviteti i tij del jashtë, del në pa, ai aty humb vetveten, humb gjykimin dhe komunikimin e vetvetes kundrejt
banorëve të cilët ndodhet aty. Dhe tani ai po i humb vlerat të cilat i ka krijuar deri më parë, tani ka ardhur duke i humbur, duke i shushuar atë lloj vlera njerëzore që i ka paraqitur, por nuk duhet ta marrim shumë parasysh humbjen e vlerave të tij, sepse është edhe vetë qëndrimi dhe vetë formati që të nxjerr nga vetvetja, unë mendoj se po të ishte jashtë përsëri them do të ishte një Krist i cili do ishte me vlera, po ashtu siç e ka treguar shumë ditë qëndrimi aty në Big Brother. E qartë. Ndërkaq Manjola, kemi pasur një debat mes Rogertit dhe Selini, i cili sigurisht që ka kaluar dhe kufirin e lojës pasi nga përplasjet personale janë përmendur ndërkaq edhe familjarët e personave pra në brenda shtëpisë së Big Brother. Mendon se tashmë kjo shtëpi po hyn në një fazë shumë të ndjeshme kur loja prek familjen, a mbetet tashmë më spektakël apo kthehet ndoshta edhe në një plagë reale, do ta quajë? Unë do të them çfarë mund të presim nga Rogerti. Rogerti nuk është hera parë që vetëm po i kundërvihet Selinës, ai ju ka kundërvuar deri më tani të gjithë banorëve, i ka prekur në familjar, i ka prekur në personalitet, i ka prekur dhe në gjëra personale, i ka ofenduar me fjalë shumë fyeshme, shumë të rënda, shumë të pahishme, që vetëm Rogerti din t'i thot t'i nxjerr nga goja atij ato fjalë, por unë mendoj se edhe Selin ka ditë ti kundërpërgjigjet Rogerti, sepse është një njeri i cili e meriton një kundërpërgjigje të atill, dhe edhe Selin është domethënë një vajzë që matet, jo se i thot fjalët ashtu pa i menduar, dhe nuk është një vajzë e cila flet shumë, por nuk është se përdor fjalor të pahishme, e ka fjalorin të pastër. Ndërsa Rogerti të gjithë po i gjun, po i fyn, po i shan, po i ofendon, madje po prek dhe në gjëra të cilat nuk duhet të prekin. Ai ka arritur t'i prek dhe t'i bëj të gjitha këto gjëra, por vetë produksionit i duhet një